Donald Trump ka hedhur votën e tij në Florida, teksa kërkon rikthimin në shtëpinë e bardhë. Ai ka votuar në Palm Beach pranë shtëpisë së tij së bashku me gruan e tij Melanie. Teksa është pyetur nga gazetarët, Trump tha se ndjet shumë i sigurt për shanset e tij në këto zgjedhje, duke thënë se ai hyri në ditën e zgjedhjeve sot me një epërsi shumë të madhe. Ndihem shumë i sigurt, kam dëgjuar se po ja dalim shumë mirë kudo, është shprehur Trump, i cili pra ka votuar ditën e sotme, i shoqëruar dhe nga bashkëshortja e tij Melanie. Ka një polaritet të madh mes votuesve në Shtetet e Bashkuara, gara është e ngushtë, pritet për të parë se si do të jetë ecuria në 7 shtetet e fush betejës, ato që quhen, vëmendja është tek Pennsylvania, por pritet për të parë në fakt se si do të ndahet vota e amerikanëve mes ish-presidentit Donald Trump dhe zëvendës presidentes apo të ngarkuarës në detyrë si presidente, Kamala Harris.